të zhvillimeve edhe në bujqësi, të modernizimit bujqësisë, në turizmit bujqësor. Turizmit bujqësor, në kulinari, në gastronomi dhe po ashtu edhe në kemi nevojë me pas situata më të përshtatshme edhe për akomodim gjithë atyre njerëzve që vizitojnë Rahovesin. Edhe kantinat janë dverës, po ashtu janë të rëndësishme, edhe plantacionet vëreshtare që poshtohen sepse bujqësia megjithatë është degë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, madje kryesorët e ne, po ne kemi tash edhe industri, pra Rushi është prodhimtaria e verës, edhe Rakis është industrializuar. Kemi edhe përpunimin e masave plastike, përpunimin e metaleve, nga fijet me rrjetave metalike, po ashtu kemi edhe fabrikën e përpunimit të grurit, pra fabrikën e miellit, e Msilosi. Pra kemi disa kapacitete, të cilat mund të arrishin, edhe do të arrishin patjetër interesimin e qytetarëve të tjerë jashtë Rahovesit për ta vizituar Rahovesin. E fundit por jo nga rëndësia, Aleanca për Autonominë e Kosovës ka dalë, s'mund t'i them relativisht mirë në këto zgjedhje, por ndoshta më mirë se sa që është pritur nga shumë kush që është skeptik ose që ka qenë skeptik për arsye se e ka mbajtur pozicionin e parë në secilën komunë dhe synon ta rikthej Junikun. Tani po ballafaqohemi me një moment kur krahas zgjedhjeve lokale po ballafaqohemi edhe me një mundësi për zgjedhje parlamentare, të cilat mund vinë në fund vitit eventualisht. Si e shihni këtë pozicion të subjektit tuaj politik? Si do të dilni në zgjedhje lokale dhe sa mund ndikojnë përsa i takon zgjedhje nacionale si jehon edhe si një lloj epilog? Tash këto komunat ku ka qeverisur Aleanca për Autonominë e Kosovës, besoj që janë në prag të konfirmimit të fitores, është një betejë ma ndryshe e balotazhit një unik, shpresë ka, edhe mendoj që me 5 komuna që janë shembuj të mirë, eventualisht edhe me 6 komuna që janë shembuj të mirë në qeverisje lokale, Aleanca ka shpresë edhe mund të rritet shumë ma shumë interesimi për ta mbështetur Aleancën edhe në zgjedhjet eventuale parlamentare, të cilat po duken që janë afër. Aleanca për Autonominë e Kosovës besoj që ka plot veprimtarë që nuk janë sprint në politikë, shpejt e shpejt, po janë maraton. Njëri për tyre jam ato. Nuk jo kandidat për deputet, se unë jam kryetar i komunës, ose shpresoj ta konfirmoj fitoren si kryetar i komunës, po besoj që ne do të gjejmë zgjidhjet më të mira që t'ja sjellim ndryshimin Kosovës dhe ta ndryshojmë qeverisjen në Kosovë ta bim në thelbin e saj, në funksionet e saj, në ushtrimin e përgjegjësive të kompetencave të saj sipas kushtetutës. Është e patolerueshme që vendi mos me pas që 8-9 muaj qeveri, ose me bo improvizime siç po ndodhin sot. Unë nuk jam që zgjedhjet parlamentare të mbahen tash. As të jashtëzakonshme, as parakoshme. Unë jam që të ketë qeveri tash. Qeveri funksionale tash, qoftë edhe për një afat të shkurtër. Po të ketë, sepse nuk mund të... Kosova ka kriju një sistem vlerash që nuk ishtë dash me pas kërkush të drejt, nuk ishtë dash me pas askush mundësi dhe hapësirë me bo abuzime. Me funksione publike, me poste publike. Edhe këto mund të ndodhin, edhe po ndodhin, ndoshta me këto vendimet të cilat nuk dia kanë bazë ligjore, mu ma mërmene që jo, po nuk parashihen një qeverisje përgjithshme, një qeverisje që vërtet e do këtë vend, nuk parashin ndodhin vendime tash, se kanë mund me ndodhë ma herët. Pra, nuk mund të sillesh me qytetarin e Republikës Kosovës, si një qytetar që mashtrohet let, që blehet let, nuk ishtë dash me qenë këtë standardi, po unë po mendoj, prandaj jam për me pas qeveri tash. Edhe mund ndërprej këto praktikat potenciale abuzive. Ta bërë qeverin, zoti Latifi, dikush duhet ta votojë, ose si janë numrat e nevojshëm. Po ndoshta opozita mund ta krijojë nëse ka një konsolidim të qartë të pozicioneve të vetë. Si në çfarë forme? Ta votojë Glau Konjovsen apo? Jo, ta votojë vetveten. Ta jep alternativën në pjesën tjetër. Ta leu nëse është e dyta mundësia e dytë për Glau Konjovsen, nuk do ketë mundësi për dikush tjetër. Po, logjika shëndos sot që në qoftë se dikush i konfirmon para presidentës, institucionit të presidentës, që i ka 61 nënshkrime,
mund të ketë mandatar tjetër. Po thu pas Glauku Koniusit edhe një tjetër? Sipas logjikës, besoj që është edhe në frymën e ligjeve tona. Kam përshtypjen që është vetëm 2 herë. Një Po mundësi. 2 herë, po i dyti është dashur me siguru në nënshkrimet, edhe gjatë e një deputetëve, që se ka bo. Mos i ka nënshkru kjo zotëria. Në spokun ne nuk kemi Si kemi informuar parë, jo, publikisht jo. Si kemi po. Besoni që AK-ja del mirë edhe në zgjedhjet nacionale si Shumë ma mirë besoj se sa që ka dalë në zgjedhjet e nënshkurt. kaluar. Pra, pa pasur ndonjë partner koalicioni kështu me radhë. Pa dyshim që qeverisja bëhet me partner mirë, po ne ndonjëherë nuk o që kemi marrë mbështetjen e nevojshme për shkak të laramanive në koalicione parazgjedhore.